Bacana, si fillove më moralisht me punu në gjykatën ndërkombëtare të? Spari Sadri, faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi me qenë mysafir i misionit tuaj. Faleminderit shumë. Po ashtu edhe kënaqësi e dyfisht jemi pranishëm edhe pranë pjesëtarit të ushtrisë ligjtare të Kosovës, njerëzve që kontribuan shumë për lirinë e Kosovës, që ne sot e gëzojmë, domethënë faleminderit e dyfisht. Po kthehemi te pyetja Sadri. On si shumë shqiptar nga zhvillimet që kishim në Kosovë në vitet e 90-ta, fillim viteve 90-ta u detyrova të marr rrugën e mergimit. Një rrugë shumë e vështirë, duke pasur parasysh edhe gjendjen politike, gjendjen e sigurisë dhe gjithë populli shqiptar që ishte në atë periudhë. Domethënë rezistenca e shqiptarëve e kombit tim ndaj shtetit dhe okupatorit serb. Domethënë ishin ato kushte dhe rrethanat dhe zhvillimeve politike që më detyruan të shpërngulem dhe të kërkoj strehim politik në shtetin holandez. Unë këtu në Prishtinë, në Kosovë, i pata kryer studimet universitare, fakultetin ekonomik, dhe nuk i kisha përgjigjur për shtetit serb, edhe gjatë për shërbim ushtarak, por edhe isha aktivist edhe gjatë studimeve, edhe pas studimeve në kauzën kombëtare. Domethënë siguria ime ishte e tillë dhe në bashkë bisedim me shumë shok edhe patriota të tjerë, mosh dashur të lëshoj Kosovën. Kur shkova në shtetin holandez, unë fillova atje të integrohemi, se për me shkuar në vend huaj, dijen sakrificat, dijen sfidat, dijen vështërsitë, dijen rrethanat, mirë po edhe më vështirë ishte që Kosovën si e lam kur emigruam në shtetin holandez. Ajo më ka preokupuar shumë, gjendja familjes, gjendja Kosovës, gjendja kombit tim, rezistenca që kishte filluar në farë aspekti dhe u koncentrova në integrim në jetën holandeze, që kushti i parë ishte ta mësoj gjuhën, kulturën dhe fillova me ngutim, kryeva studimin e gjuhës, na fat diçka më të shpejt se që kërkon të shteti dhe bëra ndryshimin në fakultet. Atje se nuk njifte fakulteti krejt tërësisht me diplomë universiteti, kryeva studimet dhe fillova atje të punësohem. U punësova mas pari në Post Telekomin holandez, Sadri, një sfidë e re, një shtet i ri, domethënë atje ishin fillet e para. Fillet e para të inkuadrimit tim në sistemin e punës dhe në integrimin e një shteti evropian me një kulturë, me një zhvillim ekonomik dhe me një politikë stabile, kur e krahasonte Kosovën me Holandë, atëherë ishte me të drejtën preokuponte pse ne shqiptarët, pse kemi mbet aty, pse fati ynë ishte i tillë, ndërsa në një vend si ishte Holanda të afronte disa mundësi për shkollim, për punësim, dhe i shfrytëzova bukur mirë ato. Pas kryes së fakultetit u punësova në Ministrinë e Bujqësisë. Aty kam filluar Sadri, po shkoj shkurt. Kam punuar aty, kam udhëheq çështjet e financiare, planet dhe analizat në Ministrinë e Bujqësisë, Pëlltarisë dhe Natyrës. Nga aty kalova në Ministrinë e Drejtësisë, gjithsesi në drejtorinë e burgjeve, kuadër të Ministrisë holandeze dhe pikërisht në burgun që është i njohur tani, në burgun e Skefeningut, në burgun e Hagës, i njihet këtu në Kosovë. Atë kam punuar një periudhë gjatë dhe i kam udhëhequr, kam qenë njeriu kryesor për buxhet dhe financa. Tash mos i aty pasana? Jo, tash e disa vite nuk jam, kam punuar 10 vjet atje. Tash jam administrator në shtetin holandez, në administratën e Holandës, i kam mbikëqyrje proceset e auditimit, financave dhe... A i kim mbikëqyrje edhe gjykatën e Hagës tash? Po jo, po jem kontakt, apo kupton me njerëz, me të drejtën, unë kam punuar atje, kam kolegë që punojnë atje, mirë po domethënë edhe një çështja gjykata speciale, tani ka një jurisdiksion tjetër juridik, se sa që kishte ish tribunali për ish Jugosllavinë në atë kohë, kur kanë ardhur edhe djemë tanë të ushtrisë ligjtare të Kosovës, sidomos grupi i parë i ushtarëve ligjtar të Kosovës, por edhe grupi i dytë i Ramush Haradinaj me shok. Domethënë nga ajo periudhë. Këtë periudhën tash jo, mirë po faktikisht i përcjellëm me vëmendje të madhe zhvillimet e ushtarëve tonë, njerëzve që drejtuan luftën, por edhe drejtuan është ndërtimin e Kosovës. Domethënë me vëmendje që jashtëzakonshme i përcjellëm edhe... Nështë e ke po edhe deklaratat e komandantit Smetoros?
Po të them drejtën, një respekt veçantë, komandanti në fjalë kishte një histori që ju tregoj edhe gjykatës, edhe gjithë atyre që kanë përcjellë se me të vërtet lufta për liri, për pavarësi, për mbrojtjen e vendit, por edhe me faktet dhe historinë që ka treguar, them drejtën se e ka bindur opinionin që ka menduar ndryshe, se lufta shërimtare ka qenë vërtet luftë e drejtë, një luftë që nuk ka imponue, një luftë për mbrojtjen e familjes, për mbrojtjen e vendit, për mbrojtjen e kombit, por edhe për çlirimin përfundimtar të kombit ton nga kthjetrat serboslave. Domethënë ka një respekt veçantë dhe një paraqitje dinjitoze e tina para gjykatës, para trupit gjykues të gjykatës speciale të Kosovës. Komanda, si të pritën atje kur shkuve një me se kam dëgju që kështu kam informacione që realisht ke pos debote tashpra edhe para se me dalte në fjale me ta. Në fillim ka qenë krejt okej, diku një 3-4 ditë në punën time mas përfundimit të leximeve të intervistave të mia të 2019 që kam pas një 4 ditë, pastaj një 3 ditë në përpunim tim me prokurorën të cilën ju drejtohesha gjithmonë në gjykatën e saj. Kem bashkëpunu shumë mirë, kemi kriju marrëdhënie shumë të mira, jemi hap, sikurse as në Kosovë me gjykatë se me prokurorës kisha kalu. Sa i thojsha të dyjeve, thojsha ju jeni motret mije, se unë nuk kam motër, silleni si motër, si motret e mija, dhe ati Amerikanit që isha ti, që është ti e vllavi im Amerikan, se ju jeni partë që na keni ndimu, Zoti ka caktu që ju me qenë me neve dhe mushteru Kosova, me bashko me krejt Evropë. Absolutisht. Edhe kem bashkë biseduar shumë shlirë, të gjithë ato s'kam pas kur far problemi. Derisa në punë e sipër, mash gjujt një dokument i gjykatës, në gjykatën e Agës, ku kam qenë 2019, me gjykatës e prokurorët atëshmi, investigues të mi që unë kam qenë para atynve 72 orë në përgjigje për 3 rastet e vdekjes të 3 serbëve në kohën sa unë jam kohën komandant, edhe në kohën e ofanzivës betejës Ravecit, betejës famshme të Ravecit, epopejës Ravecit të 17 korrikut 1998, 3 rastet e vdekjes të 3 serbëve në përdorët e mia që kanë kalu. Edhe kur më është paraqit dokumenti që ata kanë përshkru, Çka përshkruhet në dokument? Unë që nuk e besoj se ata kanë qenë qaq sinqert, qaq korrekt me mu, dhe të gjitha unë që i kam thënë për ato 72 orë, janë në kamerët incizume dhe CD-et unë i kam marrë prej aterit.